momentin që kur ka ndru jetë, kom thonë që pa ja rrit, pa ja dal, vesh për shpirtin tem me thonë që kom ja dal, edhe momentin që e mora medaljen e tretë në botë, edhe tretin në Evropë, kështu që tash po jetoj me këtë sukses, po i shijoj sukseset e mia, edhe qështu. Ndjesh e përmbushur që e ke realizuar këtë synim, këtë premtim, këtë fjalë që ja ke dhënë nënës? Me thonë të drejtën, po, jam shumë e lumëtër, edhe po e kujtoj me suksese. Tana heret në këtë garat që shkoj, gjdo sukses, gjdo medalje po ja dedikoj, në gjdo rëktim, edhe pse po mungon shumë në rëktimet mija, sepse ajo ka qenë gjithmonë përkraja, edhe shpesh kom marrë dhe në përgara me veti, ka qenë edhe si sportise me thonë, edhe pse në atë ko nuk ka mujt me tregu, po u konë shumë shpirt liftarak, edhe gjithmonë thëmë se vetëm janë në familje jam me sport, edhe gjithmonë thëmë këna i kom gadin, e në jam gjithmonë ka thonë, po mu më ke ga, se unë jam konë shumë tip sportiv, edhe e kom shprej edhe e ka kuptu që po i përkas sportit karates. Sigurisht ti do të doje që ti shite këto medalje, edhe ajo? Venin e tretë në botë e ka arrit me pa, edhe ka thonë shqyqyr që ja dole, edhe u konë me mu, edhe u konë e sëmur në atë ko, ka pas mujnë matrond, edhe në qato vështërësit e veta, ka arë në botëror, më ka pa, edhe më ka pa që ja kom dalë me venin e tretë në botë, edhe ajo gëzu shumë, edhe ma kalona amanet që qka do që të mdodhë mu njeti prapë vazhdo, mos e ndërprej të je fuqia jem, edhe nuk mënet me dërzu të i kërkush, edhe pse të ka ndodhë që të gjana, edhe masti që ka ndru jetë, kom vazhdu, edhe kom arrit medaljen e tretë në Evropë. Tani këto fotografit janë kujtimet bukura? Po. Për çfarë i mban mend këto? Cilat ishin vështërsit për t'i arritur këto medalje që po i mban në qafë me krenari dhe i ke edhe këtu? Po, i kom marrë edhe me veti, me të regu që krejt energjia, krejt sakrificat e mija, krejt deri nuk është 2-3 vite, është 20 vite karierë. Do shta me thonë 2 dekada i kam karierë për me arrit këto medalje. Suksesi nuk vjen brenda ditës, gjithmonë vjen me përkushtim të madhë, edhe shumë sakrifica me thonë, e pabesueshme ndoshta kanë mendu që shmoj mja dalë unë deri qëto, sepse sporti karates ka vështërësit ndryshme, financa, e krejt këto kam pas sakrifica, edhe ne si Kosovë nuk kemi konë shumë të njëfshëm në atë kohë, dhe më thonë u dash mi thuj barierat unë si e para, për me të regu se qka jem, tash gjeneratët e reja kanë ma letë, sepse vesh kemi medalje botërore evropiane, ndërsa ma herët nuk kemi pas as inspirim se prej kujt me marë, përveç Majninda Kelmendit, në gjëdo, ndërsa në karate u desh gjithmonë mi thuj aklat, edhe për shtë arsye, po ndoshta kur të kthejmë më pak, thëmë, nostalgjia ma e mirë në jetën tem, që janë këto 2 medalje të rëndësishme. Tani, gjatë këti rrugtimi 20 vjetësh, gjatë kësaj periude, cilat kanë qenë momentet, ose cili ka qenë ai momenti kur e ke vënë dyshim se nuk do të arrish këtu? Ose seriozisht ka vënë dyshime? Muj me thonë, jëmë sprovu pak si shumë, edhe gjithmonë sportistat edhe trajnerët më kanë thonë, nuk e kuptoj pse nuk po mundesh me thyak nëse tana herët je shumë e mirë. Po kur vjen puna për të medalja, ndodh diçka e papritur, nuk e kuptoj pse. Çka të ka ndodhur për shembull? Ndoshta tek e dushëm, edhe kam emocion. Kur vjen puna te medaljat, ndroj diçka, nuk jam ajo fortesa e garave ma përpara, po momentin final, ndoshta e dëshira tepër e madhe për me arritur, më ka ndru gjithmonë, më ka sprovu zotin 3 herë 5 në Evropë më konë, 3 herë për medalje gjithmonë më konë, po për medalje e hopsha në sekundë fundit ose diçka më dopke. Edhe për një moment mësova prej këti zhgënjimit edhe thash, qëre, nuk do të me marë ka shumë medalja edhe, do të me marë pak ma qetë edhe me konë me ndjenjat ma të ftofta për me arrit medalje, sepse ajo emocioni madhë, ndoshta ti nuk mënesh me kallëzu vetën që shje, po të na herët shka edhe thuj vetës që ti e ki bo ma të mirën.
edhe ki punu për deri të qëto, kështu që ta është veç shjo, edhe lutju Zotit, edhe unë jem konë shumë e lidhur me besim, sepse krejt sportistat kemi një besim ma të fillë, se mendojmë që suksesin për me arrit, lutje ndaj Zotit, të mira që ka i bëndë të tjereve, për me të këthy ty e mira. Edhe që kena është me kalimin e kohës e kuptova, që nuk ka shumë të bëj me, se u mund është ajo me shku në kampe, jo gjithë shka, dhe krejt me sakrifiku për me artë medalja, po është diçka pak më si qike, dyqysh është me shliru vetën edhe me dhomat miren edhe që aty për atë. Edhe momentin që triumfova, thash e pas nga menu shumë shtirë, se s'ku ka konë ka shtirë. Edhe momentin që arrita, thash fondina shumë ashtirë. Një mësim shumë i mirë, që mund t'ja përcjellësh të rive. Çfarë ka mësuar gjithë kjo? Mëj me thonë që më ka mësu mos më dërzu. Mos me u dërzu. Asnjëherë. Ki sfida, një pas njëshme, por ushtrimet edhe puna shpërblet. Ta na jetë. Gjithmonë kom thonë, jëmë tutë ndoshta ndonjëherë që gjithë të ushtrime për bëj, gjithë këtë karierë për sakrifikoj, edhe a thua po më kthejet. Dyshimi kur ma i madhë që këtë që nashta nuk për arri. Që shka mundësi nëse ti po pënën ka qëmë edhe s'pe arrin, që këtë dyshimi nashta u kom, për momentin që kuptova që nuk ka në botë që ti nëse pënën, arrin me njerësën tonë dhe sakrifikon, ka më të këthy. Veç vënim, ndoshta ka, por pështem jo, asë njerë. Faleminderit shumë. Kur je në ring, cila është ajo frika ma e madhe e jotja? Nga çka ke frikë? Ndoshta nga dështimi kam frikë. Tana herët menoj për humbjën, po gabim u konë. Tana herët që shë kom mendu, po tasht me kove të fundit kom ndru pak mentalitet, që nuk do me thonë dështimi është pjesë e suksesit. Pa dështu nuk më është me arrit, edhe dësh me kuptu si sportiste, sepse sportisti do të me pas shumë si qikën e forë se këndodhë shumë humbje. Se sportin e karates nuk është i pamposhtur, asë një. Ngarat ndryshme, kampioni botës, mënët në kitër ngarë, më koni treti, mënët me humbë. Edhe sporti karates e ka që dësh më konë shumë si që kështë e fort, edhe me kuptu që humbja është suksesi i ndërkohë. Edhe për këtë arsye që tasht ndonjëherë nëse humbi diçka, nuk e marë ma tragjike që shkon